mashtrim, korrupsion dhe Mogherini në burg. Do të flasim për këtë çështje, miq të dashur, që është në fakt krye fjala e zhvillimeve më të fundit. Kam një panel shumë simpatik, por do të fillonim nga studio ku ndodhet kolegu jon Reldar Dedaj. Reldar, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Është të thuash e pabesueshme, kam përshtypjen e kemi tejkaluar atë fazë. Ndoshta është momenti kur ashtu siç rrotullohet portokalli, shpreha s'keni parë gjë akoma, po e godet kryeministrin me një shpejtësi të llatarshme dhe veçanërisht ky vit 2025, le të themi që ndoshta mezi po pret 31 dhjetorin kryeministri? Me të thënë drejtën, është ajo çfarë ju thatë më lart, është e pabesueshme kjo që ka ndodhur. Edhe në imagjinatën më të unë edhe vetë nga shkollimi jam europianist, besoj shumë tek institucionet europiane për të vërtetës, në thelb si niveli demokracisë. Kjo tregon që jemi shumë fragjil. Këtë e kam thënë për veten aspektin e politikës, se jemi krejtësisht të dobët në analizën e politikës, sepse na kanë akuzuar për konspiracionist kur thonim që është e korruptuar, s'ka mundësi. Ndoshta këtë do e thoja, i vetmi politikan që ka marrë një bosht kuptimin, edhe më keq se edhe tërheq pak nga kjo është Sali Berisha. Po se anat e mua që i sulmonte si të korruptuar. Është tërhequr shumë nga shumë kauza të cilët po i vërtetohen ditë pas dite në të drejtën e tij, ka qenë shumë logjik për sa i përket asaj gjë. Vetëm se ky skandali Mogherini, ky është skandal europian mbi gjitha, i lidhur dhe me Shqipërinë shumë, dhe Shqipërinë e ka bërë shumë pis. Ne e kemi bërë vetë ne, por e bën edhe institucionet. Kjo do të thotë që dhe tashmë ka ra miti më. Nuk ndërkombëtarët, miti ndërkombëtarëve këtu është zhubrëst. Nëse po të kesh parasysh që është Marta Kosi ndërkohë. Kushdo që flet, ku edhe unë vetë edhe unë isha kritik për mënyrën se si po e përdorte PD-ja raportin me Bashkimin Evropian. Po kjo tani domethënë më plasat realitetit ballit. Duhet jemi sinqert me këtë. Njeriu e shes se këtu nuk po funksionon ky lloj sistemi dhe këta po vinë dhe korruptohen totalisht. Dhe kjo është e frikshme mënyra se si burokratët evropian vinë e trajtojnë Shqipëri dhe e trajtojnë Shqipërinë si një ambar ku ka pe fut durt kudo, sepse këtu është Eldorado e atyre politike. Dhe kjo është fatkeqësi që financiare gjithashtu. Por ka një gjë kjo çdo skandal në Shqipëri e kthen në çështje të dorës dytë. Po e kthen çështje dorës dytë. Mi vendoset çështja Mogherini? Është ajo çfarë Sali Berisha, unë e mbaj mend foltoren e fillimit, e kam ndjekur me shumë vëmendje sepse nuk arrija dot me e kuptu se çfarë po bënte, të jemi realisht. Edhe po këtë e kam mbajtur me shumë shënime dhe zoti Berisha atëherë në atë kohë kryetari i Rrithim Elimit e vuri në sens kritik totalisht burokracinë europiane, por edhe të lidhura edhe në Shtetet Bashkuara me ata burokratët që vinë këtu. Është fatkeqësisht Aksisoros. Unë nuk du ta pranoj këtë gjë, por fatkeqësisht ndodhi ajo çfarë këtu po vërtetohet çdo tezë aty. Dhe Partia Demokratike nuk duhet rrshkasi për hir të vërtetës, se kjo do guxim. Më duket se po ngatrohen me këmbë të veta këto. Por fakt po ngatrohet me këmbë të veta, sepse nga njëra anë kemi dhe sepse edhe kur vendosin Partinë Demokratike që në vëmendjes nuk është mirë, se në fundit është parti opozitare. Por edhe këto alternativat e reja ose mendimi ndryshe që do të dali, mirë është ishte mendimi i strukturuar brenda strukturave të partisë, i publikuar qarta si i hapur, çfarë mendoj, jo për të krijuar konstruktiv, jo refraktar. Pa diskutim, sepse për çfarë është mbledhur? Është mbledhur që të funksionojnë institucionet, të funksionojnë koncepti i votës, të funksionojnë shumë elemente të tjerë sipas atyre, po këto duhen shprehur hapat, jo të krijojnë kakofoni dhe mbi gjitha në kohën kur Partia Demokratike po ndërton nivelin e saj të akuzave për të pasur një retorik në funksion të qytetarit dhe interesit qytetar. Fakti që Partia Demokratike rikthehet edhe një herë përsëri duke lënë në harres dhe duke pothuajse duke kaluar në periferi të saj, çështje që këtu janë problem shumë i madh, tu ka rënë shteti. Elefantët e dhomës. Tu ka rënë shteti, tashmë edhe rënja e shtetit ka kaluar në plan dytë me faktin që gjithë burokratët evropianë, ata ku ne prisnim integrimin e Shqipërisë në Europë, gjitha këto gjërat, këtu shifet që është një masakër e madhe dhe Shqipëria është përdorur thjesht për Eldorado. Kjo më vjen fatkeqësi realisht për veten, që jam pjesë e këtij shteti edhe jetoj këtu për ndërtuar një të ardhmë tjetër që e shoh pa perspektivë,
të ardhmen e jetës time, por edhe të fëmijëve tim, në kuptimin se si sillen europianët me ne. Ne na trajtojnë si një hambar ku vetëm kape fusin duar. Siç ishte për shembull, fjala vjen rasti i supervizorit të tunelit llogares, se këta lidhen të gjithë edhe me aferat, është problemi. Kompania Hill International, e kemi përcjell te plugu miq të dashur, ishte kompani e sjell nga Bashkimi Evropian, që Llonçit ishte në kohën e Mogherinit, për të na treguar se si duhet i ndërtonim rrugët, dhe jo vetëm që s'na e tregon, po fiton tendera në Shqipëri. Unë ta kam në këtë studio kam thënë se me intuit, jo se kisha informacion të jemi i vërtet, me intuit kam thënë ne ndërtojmë edhe kur e bëjmë kritiken, merremi edhe godasim një individ. Individi ka punë me Spakun, edhe se unë Spakun tashmë jam i bindur që është një organizat totalisht jashtë funksionit interesit qytetar. Sepse dëgjoj, unë e braktis edhe ti Spakun. Po e kam braktis, ka kohë që e kam braktis Spakun, kam qenë një nga i tharët më të mëdhej, po unë bëj një pyetje, shumë të madhe. Dhe pyetja që e bëj unë është kjo. Si ka mundësi që 80% e shqiptarëve kanë besim te kjo strukturë hetimore? Kanë besim të madh, tani ne do ta pranojmë këtë. E po të bësh kanë besim shumë të madh. Si kjo strukturë hetimore nuk shkon në interesin e këtij 80%. Pse nuk lufton për interesin e 80%? Dhe di si është interesi i 80%. Zygmunt Bauman kritikoi Hannah Arendtin se tha nuk është individi problemi, tha. Është sistemi. Sistemi që krijohet, por Rama është arkitekti i sistemit. Në qoftë se nuk goditet Edi Rama, çdo njeri tjetër priti një krah, del një krah tjetër, priti një krah tjetër, do dali kokë tjetër, njerëzit ndrohen më. Njerëzit do ndrohen, do dali një hajdut më i sofistikuar, një hajdut tjetër më i sofistikuar. Problemi a do shpëtojmë ne si qytetar nga ky makt? A do shpëtojmë? Pra fakti që nuk ndal hemoragjin financiare. Problemi është që nuk po su luftu tumori, metastazat luftoj sa të duash, po shkove tek burimi i tumorit. Dhe ne jemi shndruar gjithë pacient të Edi Ramës, na ka futur në pavionin e vet gjithë. Dhe gjithë merremi duke u marrë me ca element tjerë. Unë nuk e ndërtoj veten për të bërë një mekanizëm i grupeve të interesit që paguajnë njerëz për dalë për të sulmuar njerëz. Unë merrem aty ku ka problemi zotëri. Unë problemin e shoh te ai që ka krijuar arkitektin e kësaj gjë. Dhe fakti që e detyrojnë Partinë Demokratike të kalojë, pa diskutim që Partia Demokratike duhet i ndjekë çështjen. Këtu nuk tham se nuk duhet, por nuk duhet bën pjesë kryesore e retorikës saj 2-3 ministra se kush janë. Këtu duhet ta korruptu gjithë burokratë e Europës, po ti ka kom 17 milion euro kanë hikur tek Mogherini dhe askush nuk po thotë çfarë vlerë kanë këta. Po më thuaj me çfarë vlerë kanë këta. Tani do doja të kishim një këndvështrim nga Europa në fakt dhe ai që na ndihmon më së shumti për këtë çështje është Eugene Gjoni, i cili e ka të gjithë aktivitetin e tij në Bruksel. Eugene, mirëmëngjes. E di që je në Tiranë për rrethana rastësore, nuk arritet dot të vish në studio. Çështja është, Eugene, duke e njohur ingranazhin e Brukselit, çfarë do të thotë arrestimi i Federica Mogherinit në këtë moment? Dgjani, Federica Mogherini ka qenë një personazh shumë i njohur edhe shumë interesant gjatë viteve që Juncker ka qenë komisioner i Bashkimit Evropian. Ishte mund të themi ministri i jashtëm i Bashkimit Evropian, edhe ishte një person që gjithmonë ka qenë pro zgjerimit të bashkimit, por çfarë ndikimi ka? Duhet shohim që Mogherini, duke qenë një person që ka pas diplomacinë europiane, ka pas serviset inteligjentën të Bashkimit Evropian, nëse mund ta themi kështu, Secret Services të Bashkimit Evropian, është kapur një afer korruptiv nga kolegji i Europës, edhe ka një ndikim shumë të madh që tregon që edhe politikanë të nivelit të lartë, edhe ata mund të korruptojnë për gjëra shumë të vogla. Mogherini arrestu nga tenderi që i shpalli Bashkimi Evropian për kolegjin, jo për kolegjin, por për akademinë diplomatike, edhe tregon që të gjithë njerëzit u pëlqen, siç thonë grekët, të vënë gishtin në mjalt. Çfarë do të thotë në këtë moment për, le të themi,
situatën në Bruksela, janë ata, sidomos shokët e Ramës, kam merak, flas Marta Kos dhe njerëz që kanë bërë deklarata të cilat binin erë që nga larg dhe nuk vinin era mjakt, vinin një erë tjetër. Dijani, siç është edhe Mogherini edhe Marta Kos, po edhe Edi Rama vin nga një sistem politik komunist. Të gjithë kanë qenë pjesë të komunizmit, të gjithë kanë një gjë të përbashkëta, ideologjinë e tyre. Prandaj edhe shohim ne që kanë gjithmonë ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe për mua problemi kryesor i këtyre njerëzve, sidomos të Marta Kosit, Mogherinit, janë politikan në detyrat të larta të Bashkimit Evropian, janë ata që duhet faktikisht të udhëheqin kombet europiane, po janë njerëz që nuk janë votuar, janë njerëz që janë appointed të emëruar për ato poste që kanë. Janë të emëruar, po faleminderit. Janë të emëruar. Edhe zoti Rama gjen rastin me këta njerëz që e ndihmojnë ideologjikisht, nëse mund të them. Besojmë edhe korruptojnë, po nuk mund të themi diçka kur nuk kemi prova. Që e ndihmojnë edhe atë në politikën me mbrojtje dhe në politikën që ka që Mogherini ishte korruptuar kur nuk lexonte raportet e institucioneve të BE-s dhe mbështeste Edi Ramën. Po themi të njëjtën gjë për Marta Kosin. Knut Flankenstein, kohën në Bruksel. Në kohën e kanevizimit vendit, ai bëri një raport i cili këtu e bëri Shqipërinë lule dhe këtu ka prapë arkitekti i sistemit i cili Dijani, ata kanë gjithmonë, sidomos tash me luftën mbas luftës mbas invasion të Rusisë në Ukrainë. Herën e parë, Bashkimi Evropian ka pas gjithmonë interes që të ketë këto vendet e vogla të ketë afër. Pra, gjithmonë kanë thënë që Shqipëria po shkon mirë, Gjeorgjia po shkon mirë, Moldavia po shkon mirë. Po ne të gjithë, nga gjithë to vende ndiejmë sa mirë shkojnë vendet tonë. Në Gjeorgji ka mbi 2 vite që bëhen protesta, po ashtu edhe në Serbi. Këtu në Shqipëri po opozita bën protesta, po nuk janë aq të fuqishme sa janë në vendet e tjera. Po ajo do të thotë gjë që birokratët thonë që këto vende shkojnë mirë, edhe është e vërtet. Ashtu intereson atyre për momentin që të kenë këto vende afër, sa mbaroi lufta, e kam thënë disa herë që keni me pas të ndryshoj politika, ashtu siç ishte ndryshuar edhe më përpara. I kanë qenë gjithmonë kritik ose nuk flisnin për zgjerim të Unionit Evropian. E kuptoj. Dakor, ndërkohë Redar për të rikthyer pak tek politika jonë, ka pasur një heshtje të madhe, po madje në fillim të emisionit e krahasova nuk mora vesh, kishte më shumë heshtje nga mediat pranë Ramës kur u shpallë pandehur Belinda Balluku apo kur u arrestua Mogherini. Po çfarë do të thotë për kauzën e Ramës? Se unë nuk e kuptoj këtë. Po të shoh mediat e Ramës më ka bërë sinqerisht përshtypje se mbjell me qesh ndonjëherë. E ka shpall Belinda Ballukun sikur s'ka pas pikë lidhje me këtë Partinë Socialiste dhe me qeverinë dhe gjithë po i bin vap Belinda Ballukut. Kjo tregon për ka dhe një klan tjetër interesash ekonomike aty që po e godasin. Pa rëndësi ka dëgjoj, unë kam thënë që në kryetar kam qenë 2013 që po e tham Flavio. Nëse nuk ka qeverisje më kriminale se sa Edi Rama. Qeverisja Edi Rama. Jam qenë 2013 që po e artikuloj këtë tezë. Këto kanë bërë dhe një se më kapin dhe ndonjëherë hik tensioni. Këta luftën për Spakun, për shembull, që kanë shoh këta njerëzit që kanë dalë për Spakut. E gjithë dolën fillim se menduam vërtet se po bëhet diçka këtu në Shqipëri edhe po vjen edhe të jetojmë dhe ne të pak me një hajt shqyr, po bëjmë. Tani kanë dalë këta që i shoh në për studio, u bën një skenar shumë i madh mos e harro ndarjen e kufive. Po. Për Kosovën, nëse mam. Sigurisht, Mogherini është protagoniste. Gjithë ky enturazh që mbrojnë Spakun, kanë qenë njerëzit që artikuloheshin për ndarjes Kosovës. Artikuloheshin me shkrime. I kemi shkrime me ide të bëjë gjëra, le të mbyllet konflikti i madh, e kupton. Këta janë sa pazargjin. Që ne nuk e dim se ku gjejmë vetën, se kemi ngel vetëm duke u rujtur se na rrëshket kama andej plasim një qet pazargjish. Futemi këtej një qet pazargjish. Ktu është mbush i gjithë veni me pazargji. Problemi duhet më mbajt një linjë. Dhe linja është për ta detyruar këtë strukturë, nëse është vërtet e pavarur si pretendon. Si pretendon të jetë, po si pra këta nuk ka mundësi që gjithë njerëzit tani mblidhen këtu, gjithë mblodhen të ndarja e kufive, gjithë mblidhen të Spakut. Këtu është një gjë që s'funksionon. Dhe dihet njerëzit që kanë dalë kundra. E di se vetëm 2, 3, 4 njerëz kanë dalë kundra ndarjes kufive atëherë.
Në Shqipëri vetëm një ishte. Janë heq gazetar nga puna, më që se thot askush. Kanë guxu gazetarët, kanë bërë artikuj për atëherë dhe i kanë heq nga puna. Këta që bëjnë sot si dashnor të spaku. Dhe kam qenë dëshmitar një rast 10 turp, edhe se s'kam reaguar nga vetja. Sot kur e mendoj, sa atëherë nuk e kuptoja, ti jam realist, po kur e mendoj tani se si rrjedhin gjërat, këta janë ca pazargji në kuptimin që kanë marrë, duan të marrin situatën dorë, as duan t'ia dinë këta. Pra si lloj gjëje. Problemi është që i ka lind barra Partisë Demokratike dhe un kam shumë besim, ti jam i sinqert, kam shumë besim tek Sali Berisha në luftën me këtë gjë, për të bërë një reagim. Nuk kam fare besim tek. Nuk i kushtoi një non grata të vogël qëndrimi ndaj Kosovës Berishës? Po tani këta aludua po pse ti po i shef se po diskreditohen ndërkombëtarët. Po diskreditohen. Po pse ju mendoni që non grata ka peshë tani? Un kam qenë një ndër ato që thoja, mendoja, un jam me mendim edhe me shkollimin evropianist, por mendoja se institucionet e Bashkimit Evropian të gjitha kanë vlerë. Sot non grata nuk e merr, është relativizuar shumë, sa është bërë banale totalisht. Ku janë provat? Nuk dolën. Po ja ku janë? Ja jemi këtu, ku janë provat? Unë i pari do të dalet ta tham këtu. I pari dalun. Po nxjerr provat, ku i ke provat? Jo, nuk i ka parë askush akoma. Po i ke parti? Vetëm Mero. Vetëm Mero dhe një 2-3 shok Merës. I kanë parë. Ne si kemi parë provat. Edhe janë një 2-3 grupe të inseratorëve që po furnizojnë dhe këta të tjerë me godit një pjesë tjetër po pra. Tani do t'ju nështrohemi këtyre. Jo, dhe një pyetje, ne do t'ju nështrohemi këtyre. Ore spaku nëse nuk e godet këtë Edi Ramën, pakën ta marrë një herë në hetim. Ta shkojmë. Ta pyesi. Sa s'ka mundësi se u bë ky kanabizimi Knut Frankenstein nuk e pa, kanabizimin e Shqipërisë, që kur shkoja unë rrëshën atëherë në vendlindje, ishin mush magazinat me plot mashash. Kush do e shifte? Policia u korruptu. Shërbimi informativ, i cili ka mba një 2-3 raporte për Iris Vërtetës, po një pjesë e madhe ju nënshtru komplet. Tani pse se Mirta Hiri doli, se është dhe qesharatet, është dhe gjynaf tani të ta bëjmë tjetrin kështu. Ai doli arkitekti, ai vërtet ran lek, ran mjalt, i doli kjo luksi, i doli për hunshë. I doli si do, pa nuk është ai arkitekti tani ta pranojmë këtë gjë ne. Ne nuk mund vim këtu të mashtrojmë njerëzit. Ai është arkitekti. Po sistemin e inseratorëve kush është? Ty dorëheqë një ministër. Që nuk e firmos. Po si ka mundësi tani nuk i bëjmë dakord janë mafie këto, e pranojmë janë marrë lekët, janë zhduk, nuk pyesin. Po kush po e mban lojë? Kan hik një 2-3 vet janë arratis gjoja që ku bën nami i fare dhe kush e bëri si sistem? Shtrohet çështja, kush e bëri? Dhe vazhdojmë. Vazhdojmë me PPP. Sistemin e PPP. Sistemin e koncesioне, sterilizimin. Çështja e parë. Fillojmë, kanë bërë spitalin e madh këtu në QSUT, se un kam karastis për shkak prindërve e psova dhe tragjedi me këto që thonë sistemi shëndetësor këto, domethënë është marrë shmale tu tigesh. Kupton? Kanë bërë 6 kate spital. Super modern, po shkosh në urgjencë nuk ka një tualet. Po si ka dalë kjo projekt? Po shkosh te opera dhe baleti, të shkosh te ristrukturimi ka 11 tualete. Për të parë, 11 tualete të opera dhe baleti. Po të pret bashkë. Është urgjenca, se urgjenca vjen me tensione, është detyrueshme për ata që din, nuk ka si tualet. Janë detyruar tualetin e mjekëve ta bëjnë tualet për urgjencën, se e kuptuan se çfarë kafshërie e bëjnë ata. Sepse edhe kur bëjnë projektet nuk e kanë një idenë të projektit, e kanë si të vjedhin nga projekti. Shif tendrin ashensorëve që përdoren në spital, tendrin e oksigjenit që përdoren. Janë krejt mafje. Prandaj po tham se këtu po su godit koka e këtij sistemi nuk shpëton. Tani kjo struktura posaçme që pretendojnë që e mbrojnë dhe këta të ndarjes territoriale të Kosovës. Mafia lidhur ndërkombëtarisht të korrupsionit masiv për të shpëtuar sa njerëz nga një gjykat tjetër deshën me i shite këto se s'po i futemi çështjeve konspirative tashmë dhe ne. Tani këta na vën provë valla. Ku është? I 13 vjet qeverisja nuk ta justifikon askush. Çfarë të presim? Pritni se do vijë Godoja. Po çfarë të presim? Se edhe ne e kemi rënë sikur nuk duam që ky gjë të ndryshojmë. Nuk duam sikur. Ora godit aty ku është sistemi, nuk lidhet, fiet lidhen me një individ. Gjithë këta të tjerë janë kolateral. Tani kalojmë edhe këtë kolaterali këtyre tash mos përban më lajm. Është fatkeqësi e madhe nuk përbën lajm më. Filloi u futu inkriminuar dhe BE tashmë.
në Shqipëri. Tani ky është lajmi që për herë të parë dim zyrtarisht pasi u përpoqet menaxhonin skandalin e Jurikim kur e hoqën nga Departamenti i Shtetit. Ajo shpreha e famshme Qimpega sa një ndër shprehet më lapidare që nuk do përsëritet më. Nuk do përsëritet më për hir të vërtetës. Unë vetëm gjë që tham që ka thënë ai person ajo është. Nuk i mbaj me ne gjë më të mirë se ajo. Por ato e ka thënë shumë bukur, e ka mbyll. E sintetizon korrupsionin. Ka dhënë kontributin më të madh në gazetë. S'ka pse jep më pas dhe kontribut me kaq që ka mbyll. Okej, nëse do ketë një çmim gazetarie Qimpega, pastaj do jetë situata e çuditshme. Sidoqoftë, çfarë do të thotë Eugene për avancimin e Shqipërisë drejt të Bashkimit Evropian në këtë moment kur duke sikur e donin me çdo kusht Ramën një arrestim si ky i Mogherinit, veçanërisht në dritën e deklaratave të çuditshme të Martakos në raport me raportin OSBE-Odirit. Më fal, edhe një herë se nuk e dëgjova mirë. Çfarë do të thotë për rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, arrestimi i Mogherinit dhe në dritën e deklaratave të çuditshme të Martakos, e cila mohoi live për kamerën në syri televizion raportin OSBE-Odirit. Të zgjedhjet ishin të lira, të ndershme, të bukura, të paketuara, me fjongo. Jo, nuk e dim nëse ka ndonjë lidhje direkte arrestimi i Mogherinit me Martakosin. Po ashtu si thash më përpara, gjithta janë një strukturë që nuk shifet direkt, po ne e kuptojmë indirekt se si bashkëpunojnë. Edhe nëse duhet të marrim pjesë. Tashti, Mogherini ka qenë rektore e Kolegjit të Europës. Kolegji i Europës ka qenë edhe është, unë duke ditur disa njerëz që e kanë bërë atë shkollën edhe punojnë në institucione. Është një kolegj që është ndërtuar për administratorë, disa komisionerë, disa drejtorë të Bashkimit Evropian kanë dhënë këtij kolegji. Edhe në Bruksel gjithmonë kjo quhet si tip mafie e vogël e institucioneve. Pra nëse ti bë këtë kolegjin, e dihet që ti kemë punuar edhe kemë vazhdu karrierën tënde brenda institucioneve evropiane. Pra, nëse ne mendojmë që edhe faktojmë kryesisht që Mogherini ka qenë pjesë e një strukture që favorizonte disa kandidatë që të futen aty brenda, dhe ky sistem është më i gjerë, edhe përfshin edhe Martakos, përfshin edhe von der Leyen, përfshin edhe politikanë të tjerë të Bashkimit Evropian që mbështesin Edi Ramën në këtë rast. Besoj që duhet të arrijmë prapë në atë nivel që mos dëgjojmë edhe mos pranojmë çfarë na thon të ndërkombëtarët. Ne duhet shohim çfarë na intereson ne dhe çfarë shohim brenda Shqipërisë. Pra, se na thon ata që Shqipëria po bën mirë ose nuk është e vërtetë ose OSBE-Odiri, kur ne e dim të vërtetën, nuk duhet të ndikojmë të themi, ata din diçka më shumë se sa ne. Ne duhet vazhdojmë luftën tonë, ne duhet kërkojmë ndryshimin brenda vetes tonë. Flas gjithmonë për Shqipërinë. Dhe shpresoj që zgjedhjet e ardhshme të jemi më të vëmendshëm momentin e zgjedhjeve. Dakor, mund të flasim edhe për zgjedhje. Dgjani, edhe për zgjedhje, nëse mund të them këtë Flavio, Bashkimi Evropian e ka humbur kredibilitetin e vet në momentin që Ursula von der Leyen u emëru me zgjedhje komisionere e Bashkimit Evropian, kryekomisionere e Bashkimit Evropian, se faktikisht duhet ishte Weberi, drejtuesi i IPP. Por atëre kancelarja gjermane Merkel tha ne do të kemi në krye të Bashkimit Evropian von der Leyen. Edhe ajo ka qenë një skandal i madh për institucionet evropiane. Por sot shohim rezultatet të von der Leyen në gjithë Europën edhe në zgjedhjen e Shqipërisë. E qartë. Megjithatë, po t'jap edhe një lajm të fundit Eugene edhe Reldar, po ja jap edhe Edi Palokës, të cilin e kam në një lidhje video në këto momente, se na duhet dhe i këndvështrimi për cilin po diskutonim pak më herët. Mëngjes zoti Paloka, lajmi është që Federica Mogherini ka dalë nga qelia në këto momente për të hetuar dhe për të ndjekur në gjendje të lirë, se sigurisht ja kanë marrë pasaportën edhe provat që i duheshin prokurorisë. Mirëmëngjes Paloka, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Si u ndjet kur dje lajmi pushtoi mediat europiane, botërore, ndoshta një arrestim nivele rrallë të dëgjuara?
Jo, mund të them që në aspektin personal unë ndjeva mirë për sa i përket asaj apo atyre qëndrimeve që unë kam mbajtur rregullisht ndaj Mogherinit dhe gjithë atyre si shoqeve të Ramës si Mogherini, sepse nuk është as e para as e fundit. Kjo sigurisht ka qenë në nivelet më të larta, ka qenë ministre jashtme e Bashkimit Evropian, e ardhur nga Partia Komuniste Italiane, ka qenë ministre jashtme dhe në Itali, në fakt me qeveritë e majta, por skema me këtë ka qenë e njëjta si me gjithë shoqet e Ramës, se mos mendoj dikush që këto që vinë e shkullin dhe ndukin Ramën, i thoni dashur Edi, se mos kujton në një nga këto elisat e Partisë Socialiste se janë dashuruara me Ramën, ose janë pre sharmit të parezistueshëm të Ramës. Janë thjesht pre e sharmit paras. Dhe këtë për fat keq ne shqiptarët kemi vite që e provojmë kuriz. Sepse çdo, ja thash dhe kësaj të fundit, që këputja të zgjedhjeve të tjera dhe të ndershme. Çdo shtrëngim i këtyre me Ramën, shqiptarëve ju kushtojnë miliona euro. Dhe kjo është historia, pra, se njerë doja ta kaloja me gjysmë shakaje, thoja që është mallkimi të mallkuarit. Tersi. Që çdo gjë që prek, duke filluar nga Cristiano Ronaldo, deri tek i fundi i ka marrë në qafë, po në fakt po të ishte kështu, do ishte gjysma të keqes. E vërteta është që të gjithë ata ndërkombëtar, të cilët vinë dhe bëjnë karagjozin në Shqipëri, vetëm sepse janë në listë pagën e krye korruptorësit Ballkanit, këtë fytyrë kanë. Domethënë e kemi denoncuar me kohë, dhe atëherë kur na thonin po sulmoni Bashkimin Evropian, po sulmoni aleatin ton Amerikën, ku janë sot ta karagjozët që për thesën e parave që u jep te Rama? Ka ardhur sekretari amerikan i shtetit, erdhi në Shqipëri për të thënë që Rama është udhëheqësi i shquar, udhëheqësi i madh. Pse? Edhe iku prap thesën e parave. Të njëjtën gjë ka bërë kjo, të njëjtën gjë ka bërë edhe të tjerë në vazhdimsi, por që për fat mirë ju ka dalë boja, sepse besoj tashme edhe shqiptari më naiv e di që të gjitha këto marrëdhëniet e famshme ndërkombëtare të Ramës janë të gjitha mbi baza korruptimi. Gjithë mbështet janë thonjza ndërkombëtare që merr, që në fakt është mbështetje thjesht personale. Ishte suksesi më i madh që kishte Rama, nëse shi edhe komentuesit pro ti, e ka çuar diplomacinë shqiptare në nivelet pa njohura më parë, kështu me radhë. Pikërisht pra, dhe kjo diplomacia, suksesi i kësaj diplomacie është që ca si puna kësaj Mogherinit, se ky është zanati më i vjetër në botë, e diti, Flavia. Zanati më i vjetër në botë është paguaj dhe unë bëj çfarë dush ti. Them çfarë dush ti. Zanati më i vjetër ky. Vetëm merr paret dhe pastaj thon çfarë dush. Cili është avantazhi që ka përfituar Shqipëria nga këto, nga kjo diplomacia e Ramës? Asgjë, përkundrazi. Vetëm është zhytur më thellë. Ai që ka abuzuar dhe përfituar ka qenë gjithmonë Rama dhe këto që kanë marrë paret tona. 17 milion euro kjo zonja i ka marrë për këtë të famshmin kolegj për cilin dhe është arrestuar, kolegjin evropian. Zhdukën edhe korpusin e studentëve. Po, sa do e bënin? Për t'i dhënë kësaj 17 milion euro. E kishte kapur bukur një kolegu juaj, kolegu jon, po e fuzë veten, që thonë më shtrenjtë ka bërë kjo për të riparuar se sa bëri Hotel Rogneri për të ndërtuar nga e para. Pra në këto kushte jemi, janë të gjithë, nuk ju qëllon ters këtyre, kthehem ke shakaja, kur takojnë Ramën. Jo, Rama takon vetëm këta. Rama ka grup vetëm këta, të korruptuarit, lidhjet që janë direkt lidhjet të George Sorosit, dhe që funksionojnë me këtë skemë, skemën e korruptimit, nga me Gonigali, kjo e fundit, ke Mogherini, është i njëjti. Tani pyetja është e thjeshtë, Paloka, si e rikalibron marrëdhënien e Partisë Demokratike
me ndërkombëtarët dhe me gjithë instancat në Bruksel. Me gjithë gjërat që ju janë bërë dhe ju janë thënë. Ka një fakt që është edhe fatkeqësi njëkohësisht. Rama vazhdon t'i gjej këto. Do në hikën njëra, vjen tjetra, hiku Vllautini, erdhi një tjetër, hiku kjo, domethënë problemi se këta nuk janë pak. Fara e këtyre e mbjell nga Sorosi, edhe në Europë nuk është pak. Dhe Rama do t'i gjej këto. Puna është që ne, si opozit, paktën kemi qëndruar në linja parimore që në fillimet tona. Vetëm në linja parimore. Kur është thënë e vërteta, edhe kur s'na ka pëlqyer për ndërkombëtarëve, e kemi pranuar, jemi detyruar ta pranojmë. Ama nuk mund të pranojmë që njerëz të tillë, qenie të tilla, të korruptuara, që në filiz të vinë dhe të për shkak të lidhjeve tyre korruptive me Ramën, të ndikojnë në jetën dhe në të ardhmen e shqiptarëve. Sepse kjo është, ata e kanë një thes me pare, ne kemi jetën tonë këtu. Ata vinë bëjnë një deklarat idiote, qesharake, që sigurisht nuk e beson askush, por ndërkohë Rama me një deklarat tyre vazhdon dhe shton dhunën, shton presionin, shton represionin në të vende, vazhdon të ri në krye të një qeverie më të korruptuar që mund këtë parë, jo Evropa, po mbas edhe në vende ku korrupsioni është çështje ditësh. Dakor. Pra, pasojat janë për ne. Opozita ka vetëm mundësinë të denoncojë, ti qëndroj të vërtetës dhe t'ja thotë në sy edhe fytyrave si kjo, e tjerë, siç ja kemi thënë. Mos harrojmë që Blinken nga sekretar i shtetit në Amerikë, sot është non grata në zyrat e shtetit ti. Ajo tjetra Kim u përzu me ceremoni nga departamenti i shtetit. Po, e di. Kjo tjetra është në dyert e Burgut dhe ajo Vllautin që është sigurisht një nivel shumë i ulët. Edhe ajo i ka çështjet e hapura, e gjithë tjerët, pra mallkimi këtu që ndron ke keqja që i ka bërë popullit shqiptar, qofse do ta fuzë herë. E kuptoj. Këtë termin e mallkimit. Për të dalë nga supersticioni, Dedaj, jeni dakord me qëndrimin e Palokës? Opozita duhet vazhdoj të denoncojë, të qëndrojë përballë apo mund të ndërmarrë veprime tjera? Jo, veprimi tjetër është fillojmë të blejmë dhe ne, Flavio, më fal që po ndëry. Veprimi tjetër i bie që të bëjmë dhe ne si Rama, të fillojmë dhe ne t'ju çojmë dhurata këtyre llojmostrave që të marrin mbështetje pastaj. Kisha një batut të zezë këtu, po nuk është lloji emisionit për ta bërë. Se çfarë lloj dhurate mund të çonim? Ma thuaj privat. Po, privat ta them me qef. Opozita në rolin e saj ka dhe denoncimin, ka dhe sqarimin, pa diskutim ka dhe akuzën. Ne nuk më shmangemi ti roli që ka opozita. Megjithatë, thelbi i opozitës është të gjejë rrugën për të ndërtuar ose për të krijuar gravitet në shoqëri, pra për të bindur shoqërinë se kjo është një impuls i domosdoshëm për jetën e tyre, për ekonominë e tyre, për familjarët e tyre, edhe do të jetë një model ndryshe për hir të vërtetës. Duhet të jetë një model ndryshe për ta bërë. Unë mendoj që Partia Demokratike është në kushte shumë të vështira. Nuk ka qenë ndonjëherë, tham, në 30 vite. As më keq se në periudhën e 8 janarit? Absolutisht, periudha më e keqe është kjo. Nuk ka periudhë më të rrezikshme për Partinë Demokratike se sa. Tani që janë kaq pranë synimit tyre? Po, gjithmonë regjimi, sa më i dobët tjetër regjimi është më i rrezikshëm është. Tenton të manipuloj, tenton të izoloj, tenton të delegitimoj në opinionin publik dhe pak a shumë po i bën gjitha, nuk ka lënë, domethënë nuk ka shpuna se është ndaluar te një sektor dhe po zhvillohet sektor tjetër. Partia Demokratike është në fluks të jashtëzakonshëm të goditjeve. Shto për hir të vërtetës, tash ne s'punësh më vetë jemi viktima edhe të kësaj ideje, shto opozitarizmin e gjatë 13 vjeçar duke gjithë njerëzit që kanë një lloj qase, janë në hapësirën publike të identifikuar qartë ndaj kundra këtij regjimi, këto e kanë shumë vështirë
të jetojnë normalisht në këtë qytet. Tani duhet ta themi, kjo është e vërteta. Janë njerëzit më të deprimuar kudo. Kudo i ke të përjashtuar. Dhe kjo vështirëson shkallën akoma dhe më tepër dhe kërkojnë për izë vërtetës ushtrojnë presion tek strukturat, tek lidershipi i Partisë Demokratike për të ndryshuar çështjen. Nga ana tjetër ke një Europë e përfaqësuesit e saj që vinë në Shqipëri dhe në thelb ne kemi shumë besim te institucionet e Europës se janë korruptuar totalisht dhe diskredituar. Ata pa diskutim kanë diskredituar dhe vendet e tyre dhe institucionet e tyre, por në thelb kanë diskredituar edhe qeverisjen shqiptare, pothuajse e kanë bërë krejtësisht ilegjitime. Dhe është një individ është këtu që opozita duhet ta vendosi në thelb dhe nuk duhet ndryshoj, duhet vendosi çdo institucion pak më shqiptare ta kuptojnë se s'po veprojnë këto institucione. Nuk mund të krijohet kjo ideja e kolateralit, u godit X, u godit Y, u godit Belinda Balluku, u godit Semir Tahiri, u godit Arben Ahmeta, u godit tjetri, e çfarë që u goditën këta, çfarë po ndryshon? Çfarë po ndryshon, më thoni? Shton votat. Ne vetëm po i shton frymare atij, po e bën ato dhe akoma dhe më të fortë. Ai del me imazhin. Del me imazhin Erion Velia se harrova. Del me imazhin e një lideri kuptimin që këta gjithë më hajnë kumlla dardha pas shpine, ndërsa unë jam i pagabun, ndërsa unë mendoj që nëse është shkaktari kryesor i sistemi që është ndërtuar këtu është ky individ. Dhe nëse kjo strukturë dhe gjithë këto arrestime janë propagandë. Pas propagandë, kjo është më shëmtuar se propaganda, kjo është vetëm statistik, prodhim statistike. Është më shëmtuar se sa propaganda, është statistik për e disa para kanë marrë këta. Kanë marrë para nga Bashkimi Evropian. Kanë marrë para nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe para nga buxheti i shtetit. Si do justifikohen gjithë këto para? Do të prodhojnë një statistikë. Qytetarëve ju epidehen që ne po godasim korrupsionin, në thelb ato janë viktimat e një individi i cili e ka diskredituar sistemin në Shqipëri. Dhe të gjitha akuza bëhet selektive. Edhe opozita faktin kur merret me një individ, merret me një individ tjetër, merret me një individ deputet caktuar të Partisë Demokratike, duket sikur janë pjesë e këtyre grupeve që godasin njëri tjetrin. Sepse ne duke qenë media, duke lëviz nga një televizion tjetër, arrim t'i kuptojmë ca gjëra pak tani, të jemi realist, Flavio, dy e kuptojmë grupet që sulmojnë, çfarë interesi sulmojnë, opozita është mbi këto. Opozita ka vizionin për të ndryshuar gjendjen. Kjo është problemi. Ka vizionin për të ndryshuar gjendjen. Nëse nuk preket ky tumor, kjo shoqëri do ngeli pendi. Dhe asgjë nuk po ndryshon. Mediat i ka kapur, se ky kapi PR një herë në Bashkimin Evropian me anë të korrupsionit. E tha bukur zoti Paloga më herët, me anë të korrupsionit, ky ushqiste nëse ka një gjë të mirë është imazhi i Shqipërisë në Europë. Edhe gjitha mediat, imazhi i Shqipërisë në Europë është perfekt. Dilte ky me atletë u trondiste Europa. Këto Europa de Gaullit, Europa Charles de Gaullit, Merkelit, u trondit nga atletët e Edi Ramës. Domethënë të imagjinoj çfarë personaliteti De Gasperi, De Gaulli, Andreotti po dush, tani do ta tronditen nga atletët Nike të Edi Ramës apo të Adidasit, atletët e bardha me qerapet bardha, tani u trondit Europa nga atletë. Imagjinoj se sa vend imbecil na trajtojnë ne tani. Dhe ne të themi do merremi ne me 2-3 ministra të Ramës kur ne kemi tumorin këtu përpara dhe po tallet çdo ditë me ne. Çfarë do bëjmë aktor cirku do jemi ne? E kuptoj. Kjo është çështja. Qëndron se kemi një koment fundit Paloga. Jo, duke ndenjur njëjtës stinj, absolutisht. Përderisa të jetë Rama aty në krye, unë kam thënë me 10 herë, madje edhe kur tentohej që Partia Demokratike të vijë gjoja siklet duke i kërkuar përmendje emra oligarkësh, pse këtë e përmendni atë se përmendni. Kam thënë gjithmonë, këtu nuk është çështje e askujt tjetër përveç se e Ramës. Sa tjetë Rama në krye të kësaj klike, këtu edhe oligarkët, edhe ministrat, edhe kushdo tjetër ikin e vinë, ministra mund të arrestohen me 10, asgjë nuk ndryshon, sepse ai që i pjell është Rama. Rama i sjell, Rama i hulumton, i gjen ashtu si që duen, kur si ka si që duen, i përpunon, i bën si vetja, dhe kemi këto pasoja. Pra, edhe Enveri i zhduku gjithë ato që kishte rrotu. Bravo. Ç'a ndryshoi? Po pra, ç'a ndryshoi? Ishte drejtësia e pavarur ajo që dënoi shokët e Enverit. Sigurisht që jo. Çdo gjë
shkoj keqëm keq edhe në atë regjim. E njëjta gjë po ndodh këtu. Rama fshin këta për interesat ti, qoftë edhe propagandistik, sigur tjetë, që nuk është vetëm aq, po edhe siguraqt ishte, me dërmek që ky po lufton korrupsionin. Po cili lufton korrupton? Kujt ti themi, ku ka shqiptar sot, as edhe më naivi, as edhe më militanti socialist, nuk e beson më që Rama është i pastri. Se edhe në kohët e mbejt, çu thonin ore? Ujë rrjedh i pastër nga burimi, po bëhet pis rrugës, domethënë shoku do presim edhe ne shkaqet natyrore si në rastin e Enverit. Pra, ky është problemi pra. Ky është problemi. Dhe që e kam thënë dhe stërthën me qindra herë, nuk është më thjesht problemi opozitës. E kuptoni, dalin dhe guxojnë, nuk po them për këta plerat që janë shërbim të Ramës dhe paguhen nga Rama, po edhe njerëz që mund të jenë asnjanës, dalin dhe bëjnë ironi me protestën, me foltorin e Partisë Demokratike. Shi sa pak janë. E tha mirë ajo vajza Xhoxha aty. Nuk është tur për ata që dalin pak, është tur për ata që s'dalin. Si më çfarë ndodh në Bullgari? Bullgaria është vërtet është një vend që ka kaluar në komunizëm pothuajse të njëjtën histori me ne. Si më çfarë ndodh? U ngritën gjithë, nuk e ngriti asnjë parti. Askush nuk i bëri thjerë. Dolën rrugë qytetarët dhe e detyruan qeverinë të bëj hapin mbrapa. Jo vetëm aty, kudo. Këtu tallen me ata që i thrasin protest, mirë që s'dalin vetë, mirë që nuk reagojnë, janë poshtruar çdo ditë, i poshtron çdo ditë, i tall, i vjedh, po thëmë këto parët që vjedh ky, janë parët e opozitës, janë parët e mia, këmë janë parët e gjithë shqiptarëve, ja ka fut dorë në xhep gjithëve. Okej. Dakor, Paloka, faleminderit edhe do të qëndrojmë fakti kjo çështja e Partisë Demokratike e cila me sa duket ka vendosur të laj rrobat e pista në publik, por sigurisht pas pak Eldar ti e ceke si çështje, ndaj do të kërkoja me shumë këmbgulje dhe mirësjellje të qëndrojmë